Vllaznia ka lënë pas transfertën e Ignatias dhe menjëherë ka nisur përgatitjet për ndeshjen e radhës, e cila është shumë shpejt. Bëhet fjalë për përballjen me Dinamon, takim ky i vlefshëm për javën e 11 të kategorisë superiore. Një duel po aq interesant sa i martës në Rogozhin, ku përballen vllaznia e vendit të parë me Ignatin e vendit të dytë. Por tashmë dueli është mes vllaznisë që bashkëkryeson me Elbasanin dhe Dinamon e vendit të katërt, ku diferenca është vetëm 2 pikë. Takimi në fjalë është programuar të luhet të shtunën në stadiumin Loro Buriqi në orën 17 dhe për vllaznin që luan përpara tifozëve të saj, objektivi është vetëm fitoria 3 pikëve. Krahas të tjerave, fitoria është detyrim për vllaznin edhe për faktin se në sfidën e fazës së parë të luajtur në Elbasan Arena, Blu Dinamovit dolën fitues ndaj kuqebluve. Përpos duelit vllaznia Dinamo me shumë interes për t'u ndjekur, është edhe sfida tjetër në mes Elbasanit që bashkëkryeson me vllaznin dhe Ignatias që është e treta në renditje, rezultati së cilës mund të ndikojë në renditje. Gjithsesi, vllaznis për të mbajtur vendin e parë si kryesuese duhet fitoria, ndërkohë që çdo rezultat tjetër e komplikon pozitën e kuqebluve në renditje. Ndërkohë se takon takimeve të tjera, java 11 është shpërndarë në 3 ditë. Ndeshjet fillojnë me duelin mbyllës Flamurtari dhe mbyllen të dielën pasdite në orën 17 me të utën që pret Partizanin, si dhe me sfidën tjetër Elbasani Ignatia.